Biznesmeni dhe pronari i mediave Irfan Hysembelliu, që pretendon se është Berlusconi shqiptar, me sa duket nuk i kanë ngjarë as pak atij që pretendon. Sipas të dhënave të siguruara nga CNA, Irfan Hysembelliu është një njeri i mbytur në borxhe. Burime zyrtare të Ministrisë së Financave ju përgjigjen pyetjes në lidhje me borxhet që ka Irfan Hysembelliu në shtet. Sipas të dhënave zyrtare, Hysembelliu ka rreth 20 milion euro borxh në shtet. Prej tyre, rreth 10 milion euro janë borxhe ndaj tatimeve të kryeqytetit dhe 10 milion euro janë borxhe të tjera. Jo pa qëllim, Irfan Hysembelliu është kthyer në njeriun kryesor që gjoja mbështet protestat. Hysembelliu nuk ka as hallin e protestës, as të protestuesve, as të qytetarëve, nuk ka hallin e pensioneve, rrogave apo mjerimit, pasi është biznesmen, por ka hallin e 20 milion eurove borxh në tatime, të cilat nuk do t'i paguaj. Bëhet fjalë për borxhet të akumuluara prej vitesh dhe Irfani, si gjithmonë, ka stilin që do t'i negociojë dhe të paguajë më pak. Ka vepruar njësoj siç ka bërë edhe me kreditë bankare prej 10 miliona eurosh. Dhe nga ana tjetër fshihet duke thënë se është një biznesmen i madh dhe parimor. Në fakt, parimi i Irfanit është të mos paguajë taksat në shtet dhe borxhet, apo të ndërtojë pa leje, pa përmendur këtu edhe detyrimet që Irfan Hysembelliu ka ndaj të tretëve, që në fakt janë një histori atyre që zgjedhin të bashkëpunojnë me të. Sipas të dhënave zyrtare, borxhi prej rreth 20 milion eurosh po tentohet të mblidhet nga tatimet, por me sa duket është mjaft e vështirë. Për të mburojë, Irfani përdor mediat e tij, me të cilat më pas sulmon inspektorët e tatimeve, drejtuesit e tatimeve apo punojësit e administratës shtetërore, të cilët shkojnë të zbajtojnë ligjin dhe të bëjnë detyrën. Pra, përtej propagandës që shikojmë çdo ditë në media, sikur Irfani është një mbështetës i madh i protestave, hallet e Irfanit nuk janë hallet e protestuesve, por është halli prej 20 milion eurosh që ka detyrim ndaj shtetit dhe të cilat, me sa duket, nuk do t'i paguajë.